Pritat pak dhe lusim gjithë ju që ta keni një vëmendje këtu te projektori. Në vazhdim, urimi vjen edhe herë nga Vllau Erjoni për gjithë Kralanin pra. Erjoni nga Amerika larg përshëndet gjithë Kralanin, kushërinit nga Kralani, gjitha hallat e mia që janë aty. Ju përshëndet me zemër. Pashtu, Erjoni përshëndet dajt e babit nga Leshani, Dajen Gjemail, Dajen Iber dhe Dajen Qazir. A ka mundësi një dorëvëgjitje shumë madhe për Erjonin. Erjonit i urojmë shumë shëndet dhe gjitha të mirë të jetë. Pashtu, Ervlinës Seroni, Erjoni i uron lumturin e botës. A ka mundësi një dorëvëgjitje shumë madhe për kusën më bukur Ervlinën dhe përshëndesim nga zemra shefin Evencit, pashtu prej natë drejtorin Ermanit. Ku kem Ermanit? Atëherë, ju kësha lutë gjithë dhe mendje këtu të projektori, sepse Erjoni do të flasë me gjithë ju. Faleminderit dhe ju lutë gjithë dhe dorëvëgjitje shumë madhe për gjithë grupet që zgjidhen me botën jashtë. Faleminderit shumë, ju lutë stafin që të vazhdojnë. Faleminderit. This is not real. It's just a dream. Please, wake up. E pash një anga. Ishte dita jote. Ti nuse e unë i veshën, i ndreqën, të po gati me valëzu bashke, masa ne me të përcjellë me që dejtë e keri, së kërë kemi pas gjithmonë bisejt bashkë. E kësha përgatit zemrën për atë moment, me ta kop dorën e me të përcjellë. E me të përshpërit të veshi fjallë që një vlla ja thot motrës. Ec pa frikë, si erit me dashni. Por zgjova, voma ishte bosh, ne jo, askush në kishë aty, isha vetë. Plani jem u konë që më konë aty, me të adhonë dorën e me të thonë ato fjallë që një vëllai thot motrës, kur e përcjell prej shtëpis, motra jam. U gëzofsh gjithmonë. U pafsh për herë kështu, me buzëqeshën fytyrë, me zemër të mbushur plot dashni, e me burin ton për krah. Mos haro emrin e familjes Halilaj. Përkundrazi ngrit e lartë, rrit e me nder, tregoj edukatën që ta ka dhënë nana e baba, edhe krejt familja jote. Nderoje familjen e burrit, ashtu si që të kemi mësu, e mbi të gjitha nderoje emrin e babës tonë. Por ajo ndjen nuk më shly prej zemrës edhe thash me vete, hajde mos ta çaj hoq këtë moment edhe ta bëj një video. Vendosa me ju dërgu këtë video si kujtim, si dhuratë, si fjalë që më dalin prej shpirtit. Zemra jem është aty, në mesin tuaj, në buzëqeshjen tënde motër, në lotjen e nanës, në dorën që babi sot nuk po e dridh, por po e mban fort për ty, si për qikën e vet. Një përshëndes prej zemre, të gjithë ju që jeni aty, familje, miq, dashamir, hala, axhallare, kushëri. Ju falenderoj që jeni aty për të nderuar motrën time, në ditën më të bukur të jetës saj, dhe për të nderuar të gjithë neve si familje. Edhe pse trupi jem është larg, zemra dhe shpirti jem janë aty, në mesin tuaj. Edhe Nita, nusja Erjonit, është aty me ju sot, pra ju po ju them, zemra jem është atje me ju. Sot është dita kur po përcjellim një pjesë të shpirtit tonë. E nuk ka dhimbje më të bukur se kjo. Sepse është ajo lloj dhimbje që nuk vjen prej mërzis, po prej dashnis. Është kur syt të mbushin me lot,
jo nga mërzia, po nga krenaria, sepse sot po përcjellim motrën. Jo se po na largohet, po se po i hapet një kapitull i ri në jetë. E kjo dhimbje është kujtimi një lidhje që s'ka forcë në botë me thy, si motra me vllain. O bac, urime martesa qiks, ura atof një jetë, e inshallah kur nuk ja bajmë dertin. E motra gjithmonë ka me mbet pika ma do për vllain. E kam ditë që kam i pas zor, po jo që ka zor. Edhe një kërkoj falje gjithve nëse për jo mërziti, po janë fjallë që më t'i thonë prej shpirtit dhe prej zemrës. Për ketë juve aty, në veçanti, mas shumë ti për motrën ta. Motër, patëm shumë sakrifica në këtë jetë, por e kaluam bashkë. Edhe atëherë kur shumë njerëz nuk ishin dëshirë me na po bashkë, ne qëndruam. Na bajti bashkë dashnia jonë në edukata e prindëve tonë, i treguam krejt botës kur familja o bashkë nuk ka forcë që e ndaj. Familja nuk është vetëm gjak, është dashni, është sakrificë, e mbi të gjitha është besim. Është një lidhje që nuk thyet kur zemrat rohen një. Atëherë ju lutem të gjithëve në emrin tim gëzoni qeshnje e festoni, në këtë ditë që nuk përsëritet, festoni për nusën tonë, për dritën e shtëpisë së sot për nisë drejt një jetë të re, e nuk ka dhuratë më të madhe për një vëlla se sa me pa motrën e vet lumtur. Edhe pse larg, shumë larg, unë po jetoj këtë gëzim me ju. Edhe pse në gurbet, por sot më shumë se kur zemra jeme nuk është këtë me mu, por është atje me ju. Është me familjen time, me motrën time, me të gjithë juve. Prandaj, ju lutem, gëzoni, festoni, e mos më harroni. Festoni si tisha aty pranë jush, edhe pse s'po mundem me ju përqafu, çdo rim, çdo budhsheshje, çdo kujtim i kësaj dite është dhuratë për shpirtin tim. Ju don fort Erjoni Halileve. Ma shumë, ju shalom gjithve, shumë.